Po nuk duhet vetëm ajo puno, se në fundit Unë duhet edhe një pjesë qefi, domethënë në limitet e veta, po që Unë jam i mendimit që jeta duhet të jetë siç ka qenë e organizuar, domethënë pak nga të gjitha. Punë, pak qef, pak jetë familjare, pak jetë shoqërore dhe pak kënaqësi shpirtërore, se në fundit me moshën e kam kuptuar që njeriu duhet bëj të lumtur veten deri në atë pikë që të magnetizoj me lumturi dhe ata që e rrethojnë. Se partnerja, nëna, babai, fëmia në të ardhmen, flas për ty që se di se ke zbuluar akoma, kërkon secili atë dashurinë, ato momentet e veta. Por dhe unë tani duke menduar që njeriu s'ndan dot veten copa të barabarta për të lumturuar të gjithë. Kështu që është më mirë të bësh të lumtur veten dhe të japësh dashuri të gjithë njerëzve që të rrethojnë. Por ama edhe aspekti shoqëror unë mendoj që është një aset shumë i rëndësishëm në jetën e individit, sepse shkëputesh nga kjo varësia që të jep jeta në familje, nga problemet e përditshme, ndryshon rutinën dhe ti shkon me një tjetër informacion në shtëpi. Ta lidh me mentalitetin që të di. Mendoj që jeta është informacion, kush e absorbon dhe e kthen brenda vetes së vet dhe e praktikon, fiton. Se të thash njëherë, sa më shumë lek të fitosh, aq më shumë e kupton që ti pas ke varfëruar jetën, momentet e bukura. Se unë nuk jam dakord me fjalinë që të punojmë që të bëjmë pushime të bukura. Po pse 2 javë në verë është jeta? Më kupton? Pushimet janë çdo kohë çdo. Kështu që ky është problemi. Unë mendoj që jeta është shumë e bukur kur jetohet bukur. Në moshën e dur, me momentet e dura. Një 20 vjeçar duhet të jetojë si 20 vjeç, një 40 vjeçar duhet të jetojë si 40 vjeç, një 60 vjeçar duhet të jetojë si 60 vjeçar. Por që duket se po bëhet anasjellta. Por tani tash, sepse mbase është trysni, është energji momentale, njerëzit prapë ose kemi ngelur dhe pak, se emigracioni ka për të vetën. Pjesa më e madhe e shoqërisë. Çdo brez është cënuar. Pjesa më e madhe i ka ikur në emigracion dhe ka ngelur pak njerëz në Shqipëri. Duke ngelur pak, kemi detyruar të bëjmë shoqërira të reja, sepse ata miq të tanë nuk i kemi më afër vetes.